djegësi i Tiranës 130 milion euro të zhdukur aparat të qytetarëve të Shqipërisë, taks paguesve. Asnjë qendar. Dhe janë gjithsej të akuzuar, edhe ata po dalin Taulan Tusha dhe një tjetër namik Simixhiu. Dhe dy punojës të thjesht, kaq janë, pa çka se Edi Rama ka firmosur me dorën e tij të zezë dhënien e bonusit 8 pikë kompanisë e cila u krijua 8 muaj më vonë mbasi mori bonusin. E shpalli fitues kompaninë e cila u themelue 2 ditë pasi u shpall fituese. Kurse Erion Lali Vjedhsi që kishte detyrë ligjore të kontrollonte punimet së bashku me Lubi Ballukun, shpatja i telefon qëra, u shemërvesh. Po, pra, që kishte detyrë të kontrollonin punimet në çdo stat, bën luftë kundër njëri tjetrit, Lubia e përcolli Lali Vjedhsin dhe vetë tani firmos urdhër arreste nga skapi i partisë. Pra, nuk ka akt më të shëmtuar se për 130 milion euro të mos ketë një zyrtar të lartë të prangosur, qoftë ai ministër, qoftë ai kryeministër apo kryetar bashkie. Kjo është amnistia e krimit. Përveç kësaj, si të shihni ju, a ka gjë më dëshmi më flagrante të përkatësisë partjake të këtij institucioni, i cili mban të fshehtë emra Orsi Tela, Angel Agaci, Bardhyl Agasi, e të tjerë të cilët përfliten se janë në dosjen Aruba dhe dalin emrat e trafikantëve, dalin emrat e biznismenëve të dërguar në Aruba me porosit qeverisë, por jo të qeveritarëve, sepse kjo do të ishte dëshmia absolute e narkoshtetit shqiptar. Ka gjë më të turpshme, ka gjë më të papërgjegjshme se kjo, dhe kjo është një akt. Pyesni shqiptar, pse nuk tregojnë cilë qeveritar tuaj shkuan tek trafikantët e drogës? Këta janë më keq se ata, ta që fshehin emrat e tyre. Dhe njëri prej tyre më kryesor është Altin Dumani, i cili ka dosjen.